et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'avec c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. C'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Përshëndetje, sot kemi përgatitur salcën e domates të freskët. Morëm 15 kg domate, i përvoluam, i hoqëm lëkurën, e pastruam nga farat, e grim në blender dhe pastaj e kulluam, mos kishte ngerdhe ndonjë farë, edhe vëm në zjarr të zjej për aq orë sa ajo shteroi. Mund ta shohim? Edhe rezultati është ky që shikoni këtu. Final. Sigurisht që e kemi hedhur dhe pak krip edhe pak sheqer për t'i hequr aciditetin e tepërt. Dhe do e vendosim në për kavanoza. Kavanozat janë këta këtu. Këtu është me davim. Këtu është me mente, me rozmarin, me djozmo dhe me hurdha. Këtë që ka ngelur në tenxherën e madhe, do i fusim piper, që ta kemi të gatshme, do t'i hedhim rigon, edhe do t'i hedhim edhe vajin e ullirit. Këtë do t'a kemi të gatshme për ta gatuar me çfarë do që kemi gatuar, do të thënë, do vihet dhe kjo. Besoj është mjaftueshëm. E trazojmë dhe vendosim në për kavanoza. Kjo është. Pra, si që është përgatitur salca këtu që a treguam, do e vendosim në kavanoz. Kavanozat, si që dihet, nga të gjithë nikoqiret janë të përvëluar, që mos kenë baktere fare brenda, janë të zirë edhe të përvëluar, do me thënë. Te ky kavanoz që përmbushim tani, kemi futur vetëm piper, rigon edhe vaj ulliri, që të kemi nga të gjitha llojet e salcës. Salca është e nxehtë, që ta dini. Pasi e fusim salcën, e shtrëngojmë mirë kapakun dhe e përmbysim kavanozin. Pra kemi të ndryshme, si që shikoni. Do shikojmë tani se sa kavanoza do mbushim me 15 kg domate. Atëherë ky është rezultati përfundimtar i salcës së domates, si që shikoni miqtë e mi, dhe shpresoj që nikoqireve t'ju pëlqej dhe ta bëjnë dhe ato. Shikohemi në videon e radhës. Qofshi mirë.